Sot pra shënon në dita e mësuesit apo data 7 mars e ku i nderojmë të gjithë mësuesit dhe i përgëzojmë e i vlerësojmë shumë lartë për punën cilën e kanë bërë dhe vazhdojnë ta bëjnë bashkë me mësimdhënësit e tjerë. E padyshim që edhe ne duhet i kemi edhe si pjesë historieve tona të emisionit mëngjesit, por edhe si pjesë e bisedave dhe intervistave cilat i zhvillojmë. Tash e kemi një intervistë shumë të veçantë që jam bab dhe bi mësimdhënës këtu në studion e emisionit mëngjesit. Bëhet fjalë për zotrin Sulejman Buçaj, që është një mësimdhënës tashmë i pensionuar, por po ashtu mësimdhënës në disa prej shkollave në Prishtinë, madje edhe ish drejtor i njerës prej shkollave, ndërsa në anën tjetër vajza Arta Buçaj Ramabaja, mësimdhënëse në shkollën Pavarësia. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtu, urime dita e mësuesit, urime 7 marsi, po besoj që ndiheni sot edhe ma mirë, uroj që të ndiheni ma mirë se sot ditëve të tjera. Faleminderit shumë. Çka kujtoni në këtë ditë, kur vjen data 7 mars, me qënë se tashmë jeni i pensionuar? Së pari, ju përshëndes ju, televizionin e ju edhe gjithë shikust, dhe shfrytëzoj rastin që të gjithë mësimdhënësve, mësuesve ndërkohë, të kohën tonë të juroj ditën ndërkombëtare të mësuesit 7 marsin. Për mu dhe për të gjithë mësuesit, edhe në kaluarën, edhe tani është një ditë e veçantë. Një ditë e cila na zgjon shumë emocione, duke elaboruar atë kohën e kaluar, se si kemi kalu edhe në kohën e tani, se si jemi sot. Unë sot jem shumë i privilegjuar që këtu në këtë emision, por edhe në misionin tjetër, kam edhe vajzën time, e cila ka trashëguar profesionin, jo vetëm timin, por profesionin edhe të gjyshërve, sepse është, që vlen të ceki, edhe babi jem ka qenë mësues, dhe mësues të parë pas luftës së dytë botërore, dhe është shumë interesant, mësues i parë, në klasë të parë, ka qenë baba imi, por ka qenë edhe drejtori parë kur kom fillu për herë të parë mësimin. Pas këtë një lidhje edhe më të thellë me arsimin, do të thotë një familje, disa gjenerata si mësimdhënës. Por gjenerata e tretë është vajza, e cila e trashëgon profesionin ton më human se ka sot shoqëria jonë mësuesin. Unë do të ndalim në historinë tuaj edhe në minutat në vazhdim të bisedës, por dua ta pyes edhe zonjën Arta se çysh vendose me shku ka rruga e babit dhe e dyshit. Faleminderit shumë fillimisht për ftesën. Edhe unë dua ta shfrytëzoj rastin që në emër timin personal të uroj 7 marsin të gjithë mësimdhënësve kudo që janë, anën ban kudo që ku frimohet Shqip. Si që ceku edhe babi, nuk ka pasë si tjetë ndryshe, kur rritesh në një familje, pa tjetër se do të trashëgohet edhe profesioni. Realisht ka qenë edhe është një privilegj shumë i madh për mua, që kam babin tim sot këto për krah meje, të cilin fillimisht e kam pas si koleg, dhe më pas edhe si drejtuar timin. Do të thotë kjo... Ka pas vitet të cilat ka koincidu edhe me punu bashkë, edhe me qenë edhe në pozitë të drejtorit edhe të këtë. Fillimisht në shkollën Hasan Prishtina, ku unë jam punësues si mësimdhënëse e ciklit fillor, babin atë ku e kam pas koleg për disa vite, pastaj me hapjen e shkollës së re, Pavarësia në lagjen e spitalit, aty e mbrot babi im drejtor dhe kom pas fatin ta kem edhe drejtar. Edhe drejtar. Qysh ka qenë më mirë në kurs të shtëpie, si bab, më mirë si kolega apo drejtar? Ku ishte më i rapt? Jo, nuk mund ta quaj ashtu. Kemi ditë shumë mirë me menaxhu këtë punën me nda prej jetës sonë të përditshme. Unë aty e kam konsideru babin si drejtare dhe t'ju them të drejtën, për 4 vite sa babi ka qenë drejtori em, asnjëherë nuk e kam thirr babi, po e kam thirr drejtar si të gjithë kolegët e mi. Çfarë ndjenje ju jepte juve? Sigurisht duhet
të jeni ndjerë krenar në momentin ndoshta edhe së pari kur është punësuar në një shkollë, edhe pasaj me pas këtë kujtim ka që mirë me punu bashkë me vajzën? Është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, por edhe përgjegjësi shumë e madhe. Për arsye se e ndjen veten në atë formë që mos po gaboj edhe të tjerë të kuptojnë se mos ka privilegje ma shumë ndaj fëmijut. Absolutisht, si që ceku edhe Arta, asnjëherë nuk i kemi liju vetës të thras në emën ose si bia ime për një mësuese, dhe kjo më ka drejtue me fjalët drejtor. Bile, kur e kam përfundu mandatin, atëherë më thot, një shpreje thot drejtor, thot, prej sot të jem ma lirë. Se ka pas shumë. Mban në vete një përgjësi në momentin kur... Po në momentin të caktuara pa tjetër. Mirë po është krenari shumë e madhe të punosh me vajzën dhe ti pash sukseset e sajna, sepse sukseset e një mësuesës janë sukseset e nxënësve, pastaj janë falenderimet e prindve, këtu janë rezultatet e cilat Arta i ka arritë dhe i arrin vazhdimisht. Pa ka shumë ju, me qënë se keni pasur raste që e keni pasur mësimdhënës dhe vetë babajnë tuaj, pa ka shumë e keni ditë dhe keni qenë të njoftuar se qështë duhet të shkoj dhe cila duhet jetë rrjedha. Në qoftë se mundësha na kthen pak pas në kujtime, na trego pak ndonjë histori se qysh ka qenë atër, arsime qysh është tash, cilat kanë qenë vështirësitë e juaja personale edhe si mësimdhënës edhe si drejtor. Fillimisht unë thash se baba jem ka qenë mësuesi i parë, kur në Kosovë kanë qenë mos tam mbi 95% e popullsisë analfabete, sidomos në fshatat e thella prej ngavime dhe ne. Do thotë në vitin shkollor 1946-47 hapër shkolla e parë shqipe në fshatin tonë, ku mësuesi i parë ishte baba, i cili sipas tregimeve të tij më thotë se përfshirja e nxënësve në klasë të parë ka qenë në jo një moshe të caktuar, sepse ishin të gjithë analfabet. Do thotë po ka pasën edhe deri në 15 vjet në klasë të parë. Jo tash 6 dhe... Po, do thotë ka qenë të moshave të ndryshme, sepse dashur me zhduk analfabetizmin. Pastaj kanë qenë vështirësitë tjera, sepse nuk ka qenë në përfshirë gjinia femnore. Po si shembull, baba jemi merr shembull për që të regu të tjerë se duhen edhe femnat të shkollohen, e merr qikën e vllaut edhe e regjistron në klasë të parë, se duhet të ndjeket shembulli që edhe këto duhet të shkollohen. Pastaj vinë edhe disa tjera vajza. Kushtet kanë qenë të shumë të vështira. Në ato kushte jemi shkollu edhe ne. Pastaj pa shkollim afër, si shkollën fillore, si shkollën e mesme jashtë familjes. Për shembull, unë kam kryer shkollën e mesme prej klasës 8, kam mujt me shku në shtëpi vetëm një gjysmë-vjetar. Ato është se keni pas më larg, ka pas më pak shkolla. Për shembull, unë jam shkolluar në Prizren, shkollën e mesme, që ka qenë në 50 kilometra dhe pa transport. Pastaj studimet në Prishtinë, por ajo ndjenja parë, kur kam dalën si mësues, si arsimtar, ka qenë viti shkollor 1976-77 në fshatin tim, ku pastaj baba ishte drejtor. Atëherë kishin ndryshu pak gjanat, sepse kishte filluar pak të emancipohet edhe popullata, shoqëria, të krijohen pak kushtet më të mira. Pastaj ardha ime në Prishtinë, për herë të parë, ka qenë në vitet të 80-ta, kur kam filluar të punoj në gjimnazin Sami Frashari, edhe disa shkolla tjera të Prishtinës. Por me emrimin tim si drejtor, atër përgjegjësitë shtohen edhe më shumë. Shtohen edhe më shumë për arsye se shkolla ku unë u emrova drejtor fillonte prej fillimit. Duhet të krijohen të gjitha strukturat udhëheqëse në shkollë. Të krijohen aktivet profesionale, aktivet mësimdhënësve. Pastaj ishte një pjesë e lagjës Prishtinës e cila ishte pak nga infrastruktura ma adopt se pjesa ku ishim me nxënës në Ulpianë. Kishte probleme tash në bartjen e nxënësve, sistemimin e nxënësve, sistemimin e profesorëve. Dhe t'ju them të drejtën, të gjitha këto
i ba me një vullnet shumë të mirë, edhe të thamë të ditë, e viktimizova, jo viktimizova në atë formë edhe vajzën, sepse të parin e transferova në lagjën e spitalit për një shkollën e qendër të Prishtinës. Por që është dashur që dhe mësimdhënësit e tjerë të punojnë krejt bashkë me juve, kështu që pa tjetër që është dashur një bashkem i forcave dhe edhe artës edhe mësimdhënësit tjerë për me ju ndihmu me ndërtu në një forma, po me ngritja mre në shkollës. Ta ngritu në një nivel mjaft lartë dhe të jetë konkurente me gjitha shkollat më prestigjioze punës Prishtinës. Edhe sot besoj që vazhdon në tradit. E vërtet një sot, madje kemi realizu, apo e kemi po materialin paraprakisht të përgatitur nga Besiana, që po ashtu ka të reguar edhe për një mësimdhënëse, se qysh e ka zhvillua dhe orën e mësimit edhe qysh mundohet që të sjella dashurin që ka për lëndën e kimisë dhe tek fëmijët e tjerë që po mëson tash. Duke dëgju tash zotrin Sulejman krahasim me vitin 2025, qysh mendoni që shkon tash dhe që zhvillohet ora mësimore? Qysh mundoheni jo që me bo dhe ma atraktive, për në anën tjetër edhe pa tjetër me qenë ata të përkushtuar ndaj detyrave dhe me pas një mësimdhënie sa më të litë. Po, si që ceki babi, tani realisht sfida është pak më e madhe. Në atë kohë kjo është në atë kohë, derisa kanë munguar shumë tekstet shkollore, derisa është realizu mësimdhënia në kushte jashtëzakonisht vështira, edhe sot mund ta quaj si një sfidë kur kemi parasysh zhvillimin e hapshëm teknologjik, kur vëmendja e nxënësve është e shpërqendruar, pak a shumë prej librit, ne duhet të jemi fillimisht nesim si mëdhënës, duhet të jemi në hap me kohën, duhet të mendojmë se si të zhvillojmë orët mësimore që të jenë sa më interesante, sa më atraktive për nxënësit, në mënyrë që t'i frymëzojmë ata për dijen edhe për shkollën. Qysh e zhvillon një orë mësimore, Ana, tregom pak. Po, pa tjetër. Fillimisht, gjithmonë fillojnë ajo përshëndetjet e para me fëmijë, pastaj orët realizohen në forma dhe me forma dhe metoda. Jo për momentin në cilën klasë? Unë tash për momentin kam klasën e dytë. Së është e vështirë me majtë vëmendjen tash aty. Po, për atë dhe ceka ma herët është shumë e vështirë, sepse duhet gjithmonë që ti të gjesh metoda, forma të ndryshme për ta bajtë vëmendjen e fëmijëve të përqendruar. Po, është e rëndësishme që pa tjetër me bo këto është e vërtetë, sepse tash ndoshta edhe më pak kanë shprehi lexime, më tepër kanë qasje edhe në rrjetet sociale, edhe në telefone, iPad, dhe pa tjetër që këto mund të duken edhe më atraktive. Më atraktive, po kur ke një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit, atër puna jote bëhet edhe më e lehtë. Çka janë pyetjet që jo bojnë më shpesh se këta fëmijët kur janë në këtë pjesën, këtë cikël ditë me i bë ato pyetje prej më të ndryshmeve, bile prej më të ndryshmeve. Fillimisht tash më kujtu para ndoshta 10 ditë ashtu isha duke bërë një zëvendësim prej një kolegës time dhe më duhet punoja në 2 ndrimet, sigurisht nga lodhja kam hy pak unë nuk e kom vrejt vetën, se gjithmonë mundohem me hy sa ma e busqeshur orë mësimore, po si hyra në klasë më tha një nxënës mësues sepse je mërzitur sot. Thash, po nuk jam e mërzitur. Tha, po se nuk ke hy të busqesh. Kështu që fëmijët të mësohen gjithmonë me atë busqeshjen tënde. Edhe i vrejnë edhe detajet më të vogla. Po edhe lodhjen edhe detajet më të vogla. E vërtet është do të kemi kujdes për atë sjellje që i kemi pa tjetër edhe ndaj nxënësve, jo vetëm tek ora mësimore, po edhe ajo që përqojmë. Po, vetëm ora mësimore nuk është gjithçka për një mësimdhënës, po ajo çka përqojmë tek ta edhe si me thonë çka lëm ne përgjegjësinë që e kemi për ta. Po, e vërtet. Unë më herët edhe në fillim të emisionit mëngjesit thash që shumë kënaqësi patjetër që edhe në edukimin tonë apo në sukseset tona marrin pjesë edhe mësimdhënësit, edhe të shkollës fillore dhe të shkollës së mesme, madje edhe profesorët që kemi pasur në fakultet. Për me ata të cilët njihemi tash ndoshta edhe kemi bashkëpunime edhe ma të ngushta, padyshim që edhe ata janë pjesë e suksesit tonë edhe ndihen krenar. Jo, zotëri Sulejman, kur i takoni gjeneratat, nëse ju kujtohen
apo ju flasin, që është ndiheni kur isheni që kanë arritur sukses, kanë një punë të mirë, apo kanë kriju familje, të paktën ndoshta nuk janë një pjesë e mirë e shoqërisë këto. Kjo është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, kur i shef frutet tua të nxënësve të cilët kanë ndarë sot edhe janë bartës të shumë përgjegjësive të mëdha të shoqërisë tonë sot, si në qytet po edhe në shtet, është një kënaqësi shumë e madhe. Unë e takoj nxënës që ndoshta ka pas viti që se kam pas si fëmijë i vogël, pastaj është rrit, është inkuadru, por kur nxënësi ty të përshëndetet ti nuk të kujtohet. Për shkak të transformimit tina, edhe atëherë shef se më të vërtet pas ke bë diçka. Unë kam plot nxënës tonë në Prishtinë që janë bartës të shumë profesioneve të ndryshme në shtet. Edhe kudo që hy e pamundën është një institucion mos me taku një nxënës. Unë kam pasën si traditë, tham ndoshta edhe prej babës, po asnjëherë në orë të mësimit nuk kam shku pa kostum dhe pa kravat, pa kollare. Sepse ajo është pedantria e mësuesit për orën e mësimit. Dhe shkoj një ditë para disa viteve në një bankë me kry do punë të mia, dhe kishte qelluar një nxënës, një analist aty i bankës, edhe vjen më ofrohet edhe më thot, profesor, thot përshëndes, thot unë jam nxënës i yti. Atëherë më të përshëndetet, ja, unë po e baj edhe unë e kollaren, sepse e kom marrë model nga ju. Do thot ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Patjetër, pra këtu bim përsëri tek ato fjalët që dhe tha më herët që nuk mjafton vetëm tek ora mësimore, patjetër që motivohen nxënësit prej mësimdhënëse, ndoshta edhe tek pamja fizike, pra pikërisht shërben si një model edhe për më tej në jetë, edhe mundohen me i motivu. Ndoshta kemi parë edhe prej të tjerës që kanë arritur suksese, ku ndoshta një fjalë shumë e mirë, apo kur është zbuluar një talent të klasa, e mësuesi i ka motivu, kanë arritur suksese të mëdha. Ju në familjen tuaj, pra jeni gjenerata e tretë? Po, gjenerata e tretë unë jam. A ka të tjerë të cilët presin të vinë dhe të ndjekin këtë model tuaj, apo jo? Po, realisht nuk jam vetëm unë, na kemi babi ka pas edhe djemë të Agjës, mësimdhënës, gjithashtu kam pas edhe Agjën të mësimdhënës, vajzën e Agjës e kam edhe atë mësuese, kështu që ne kemi një familje tërë mësimdhënësh. Që është biseda një darkë normale të kjo kur takone, flisni për mësimin, për procesin? Sa do që mundohemi me ikë, kësaj bisede është e pashmangshme, sepse gjatë gjithë punës time, unë për çdo sfidë, për çdo gjë, konsultohem me babin edhe, t'ju them të drejtën, e kam edhe model, por edhe kritik shumë të madh. Po, cilat janë kritikat më të mëdha që, apo ato ndoshta pjesë që... Nuk mundem me quajt ashtu kritika, se mundohem ashtu bashkë si e kom pas modelin, ta ndjek edhe unë rrugën e tij, por që çdo herë kur kemi diçka, patjetër që një këshill edhe ajo. Kryesisht, ju po dukeni shumë fytyrë qete buzëqeshur, do të thotë mundeni, po ma merr mendja me ushqu ajo mësuesja që është më e qetë dhe jep nxënësve një qetësi. Po në anën tjetër ka edhe shumë të tjerë, të cilët ndoshta në shikim të parë duken edhe më trept, nuk e di çysh jeni kështu, a mundeni me më tregu? Apo ajo varet tash me na tregu ndoshta na nxënës tjetër që se kemi këto. Realisht ju them të drejtën, kështu si që jam, sot këtu jam edhe në jetën e përditshme, edhe me nxënës, edhe me të gjithë, edhe me kolegët, por mire ke. Ndoshta kishte qenë mirë me pas këtu në emisionin dhe ndonjë nxënëse. Me na po ti më nëse të babit, sepse edhe tash edhe nxënësit e mi, veç prej gjeneratës së parë kanë kaluar 19 vite, do të thotë unë tash kam gjeneratën e 4 edhe nxënësit e mi tash veç janë përfundim masterit, besoj. Po. Uroj që t'jetë ashtu, unë e di që zakonisht për secilin mësimdhënës apo diçka e tilla kemi një koment edhe për atë arsye pyeta, apo komente ka edhe prej mësimdhënësve dhe drejtorëve të tjerë kur e shohin që po ndryshojnë gjeneratat, madje më së shumti edhe më së shpeshti se çka dëgjojmë është ashtu gjenerata s'janë si viteve të kaluara, gjeneratat e tjera ndoshta kanë qenë më të kujdesshme, më të sjellshëm, më të dëgjueshëm.
Qysh mendon, Zotri Sulejman, keni kalu në gjenerata, edhe pse edhe arta tash po të regon gjenerata 4, a keni mujt ju me vrejt këtë dallim? Po, si që, në gjenerata që ne i kem pas, do thot kanë qenë ndoshta edhe profesorët kanë qenë pak më të rrept. Edhe është dasht me qenë ashtu. Nuk është dasht me qenë ashtu të rrep, po megjithatë unë kuptoj atë se jo të rrep, po me qenë në strikt në orë, sepse ora mësimit nuk mund të fillon 5 minuta mbrapa, edhe hajtë se po nalem pak e po shkaj, aja është sakt, duhet, fillon në ora 8, në ora 8 duhet me qenë nxënësit mbrenda dhe profesori me qenë në orë të mësimit. E pastaj, nxënësit jenë mësu me kohë. Sot është pak më ndryshe, nuk e di, ndoshta është pak edhe toleranca shumë e madhe e prindve, sepse prindi e kanë dëgjuar vetëm fjalën e mësuesit edhe ka qenë strikt edhe me fëmijën se atë që thotë mësuesi duhet të jetë çashtu. Sot fëmijët janë pak më të lirë, janë pak më të lëvizshëm. Pastaj edhe këtu metodat e reja të mësimit, të mësimdhënies dhe mësimdhënies e kanë lejuar të ndarjen e grupe, formimin e grupeve, do thotë zakonisht janë pak më të lirë, po është më mirë që janë më të lirë, janë më të pavarur. Ndonjëherë bën edhe më kurioz, kjo mundet me nxit edhe me mësu më shumë edhe më shpejt. Kjo është ajo sepse aja koha kur mësuesi ka folë, nxënësit kanë dëgjuar, do thotë më nuk është. Tash ka diskutime të shëndosha, debate të mira, pyetje përgjigje lirshëm. Mendimin e secilit me ndëgjuar edhe të fëmijës, sepse edhe ai ka ato mendimet e veta. Patjetër. Patjetër që po. Edhe gjithçka ndikon në formimin edhe në pjekjen e gjithë nxënësve aty të asaj klase, asaj shoqërie dhe gjenerate. Ju faleminderit shumë për bisedën e këndshme. Urime edhe një herë 7 marsin. Ju përgëzoj për punën që keni bërë dhe që vazhdoni me bërë drejt gjeneratave të reja në edukimin e brezave të rinj. Shumë kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit shumë edhe një herë shfrytëzoj rastin që të gjithë mësuesve t'ju uroj ditën e mësuesit dhe të jenë të përkushtuar në mësimdhënie dhe mësimdhënëse me fëmijët tonë, sepse këta janë ardhmja jonë. Faleminderit shumë, edhe unë gjithashtu shfrytëzoj rastin të gjithë mësimdhënësve kudo që janë, të uroj festën e 7 marsit, ta bëjmë këtë punë sa më me vullnet dhe sa më me zell për të ardhmen e shoqërisë tonë. Faleminderit. Faleminderit.